Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, ja ku po vazhdojmë të takohemi në kanalin Monitor TV, këtë herë me lajmet më të fundit. Të investosh në jetë është dhurata më e bukur që mund t'ja bësh vetes, ëh? Dhe sidomos kur artistët tanë shqiptar investojnë në mega lukset e tyre, sepse kjo goca na ka treguar shumë jetë mega lukse. Në Big Brother na ka folë që i kushton shumë lek pamjes së saj, i kushton shumë lek dukjes së saj, i kushton shumë lek garderobës, i kushton shumë lek komoditetit ku ajo jeton, do të ndalojmë tek një vajzë bukuroshe, Francesca Murati, e njohur sepse ka qenë pjesë e Big Brotherit, ka qenë pjesë e paneleve të ndryshme që Top Channel ka krijuar. Francesca Murati ka bërë një investim në jetën e saj. Guys, it's official. Kam marrë shtëpinë time të re. Shikoni një herë ku e ka bler shtëpinë, super pamje. Do të thënë po kënaqet Francesca, po jeton momentin, po e shijon pafund. Ka nxjerr video dhe se si duket brenda, do të thënë ka pamje fantastike. Në fakt dua t'ja uroj Franceskës, pas ke bos super investim Francesca, më pëlqen kjo që e ke bler. Do të thënë ka bler një mega luks apartament. Modelja dhe ish-banorja e Big Brother VIP ka ndarë me ndjekësit një moment shumë personal dhe të rëndësishëm nga jeta e saj, blerjen e një apartamenti në Tiranë. Por ajo që të tërheq vëmendjen nuk është vetëm lajmi i blerjes, por vendodhja dhe stili i jetesës që Francesca ka zgjedhur. Do të thënë vendodhjen e ka spektakolare. Apartamenti ndodhet në një nga rezidencat më të shtrenjta dhe më prestigjioze të Tiranës, shumë pranë liçenit artificial, zonë elitare preferuar nga emrat më të njohur të botës të biznesit, artis edhe politikës. Brenda interieri është i kuruar deri në detajet më të vogla, dritare gjigande që ofrojnë pamje panoramike drejt parkut. Një palet moderne me tone neutrale e detaje floriri, mobilje minimaliste të porositura nga jashtë dhe një atmosferë që flet për luks, rafinim dhe stabilitet financiar. Në përshkrimin që e shoqëron postimin, Francesca shkruan: "Më në fund kam shtëpinë time të parë dhe kjo frase thjesht është bërë shkëndija që ndes shumë pyetje në rrjet." Sa herë që ish-banorja e një reality show shfaqet me një ndryshim kaq të madh në jetë personale, lind pyetja: a është fama e përkohshme që vjen nga spektakli ajo që sjell pasurinë, apo kemi të bëjmë me persona që realisht kanë një gjendje ekonomike shumë të fuqishme dhe përpara kamerave dhe reality show-t i shfrytëzojnë vetëm si trampolin për famë, ndikim më të madh. Në rastin e Franceskës, shumë ndjekës mendojnë se kjo e fundit i përket grupit të atyre pak emrave që kanë hyrë në reality, jo për një kontratë apo për fitore ekonomike, por për të konsoliduar profilin e tyre publik, për të qenë më shumë se një fytyrë e bukur, më shumë se një emër në Instagram. Sot ndikimi në rrjetet sociale është kthyer në një mjet fuqi të vërtet. Reklama, bashkëpunime, kontrata, evente janë burime fitimi për shumë emra të njohur, por në rastin e Franceskës duket sikur rruga është në drejtim të kundërt. Ajo nuk është bërë e pasur nga fama, por ka ardhur në famë duke qenë e pasur. Kjo e bën historinë e saj të ndryshme dhe për shumë ndjekës ndoshta edhe më interesante. A janë këta personazhe të pasur që vinë në reality për të fituar më shumë famë, për të ndërtuar një markë personale, apo thjesht për të zgjedhur mundësitë në botën e televizionit dhe biznesit, ndërkohë që shumë konkurrentë të reality show-t shfaqen në strezhëll të vazhdueshëm për të kapitalizuar famën momentale. Francesca Murati duket se e ka të ndërtuar bazën e saj shumë herët. Shtëpia e saj e parë nuk është një fillim, por një tjetër gur i çmuar në mozaikun e një jete që reflekton elegancën, forcën personale dhe zgjuarsinë në ndërtimin e imazhit. Në fund të ditës, kjo nuk është thjesht historia një blerje, është një pasqyrë e saj që po ndodh me emrat publik sot. Disa hynë në reality për të gjetur veten, të tjerët si Francesca thjesht për të na kujtuar që e kanë gjetur veten prej kohësh.
Unë i uroj Franceskës ta gëzon këtë apartamentin, ajo nuk ka thënë kur në Big Brother që unë jam e varfër apo unë kam hyrë në Big Brother për t'u pasuruar, përkundrazi Franceska gjithmonë e ka treguar që ka jetuar një jetë shumë elitare, një jetë shumë të ngritur, domethënë nuk ka qenë pabukse, ka qenë dikush shumë gotë me biznes shumë të mirë, ka pas shumë lek. Tani çfarë biznesi bën nuk e ka thënë, po që ka pas shumë lek, ka pas shumë lek. Dhe normalisht, kur ke aq para, mund të blesh një apartament si ky në një zonë elitare, që do të thonë vetëm balkoni të çmen, e lëre më brenda që ka këtë pamjen sikur je në qiellin e 7. Do të thonë Francesca ka bërë këtë investimin, ndjet krenare me investimin që ka bërë, e ka bërë publike dhe unë ja uroj që ta gëzon dhe inshallah Zoti na jep edhe ne një investim kështu se ja vlen që nga mega luks.